Shkove në Gjakov për 8 vite, the që u martove edhe ndoshta niset krijosh një jetë në Suedi në fakt se thash në Gjakov. Si ka qenë vendimi të lësh Gjakovën, të lësh ndoshta krejt jetën që ke kriju deri në ato vite, edhe ëndrat e tua që ke kriju rreth Gjakovës e rreth Kosovës, për të shku në një vend në Suedi, siç është pjesa e Skandinavisë, pak më e ftohtë, ndoshta pak më e tërhequr, sidomos edhe tek lidhjet, kështu janë pak më të ftohtë. Shumë. Njerëzit në Skandinavi, kështu thonë. Po, ta thonë të vërtetën, momentin që kemi dalë nga Gjakova 95-96, dhe mi arë në Prishtinë për studiuar 4 vjetë që arë në medresejnë në atë kohë, nuk ka qenë lehtë dhe fillimi ka qenë begi i rëndë që me lonë vendin më shku në studime, por stafja akademik në atë kohë medresejës ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë human dhe shumë njerëzor, shpesh na kanë dhënë pushime sepse dishim që mërzitemi dhe jemi begi i larg. Dhe në atë kohë urat s'kan punu, ka kanë dashur deri në Gjaku më shku 2 orë gjys. E që më shumë falendrues atë në profesorët asaj kohe. Mirë po, momenti që shku në Suedi, po që nuk poratomi, shpirtërisht ta qyj kështu atë se në aspektin ekonomik kena qenë shumë mirë. Por në aspektin e ndoshta më është turp me tregu, po realiteti mi mikun ton një herë në javë ka qenë për ne Rom. Kurse një shoku në klasës, shoku në lagjës, ato që kemi më të ofër, mua dhe linë tonë e pim kafën kur dojmë, sa ti e shkën jetën me plan program, e që nuk është ku gjuhë keqe, por diçka mirë, por ne nuk ishim të avancu në atë kodë dhe vazhdojmë atë sistem. Edhe kur nuk mësohesh, është pak ftoftë, adin është sistemi ftoftë, dhe të klima ka qenë ftoftë, po mbi gjitha mirë, nuk në ka dalë keq që jemi në Gjaku, lëvizin ko pas kohën, diasporë shkojmë shpesh, sepse një nga shtylla që shota bërë qeti vlen theksohet që e ka mbërshtetjen e madhe që është nga diaspora, pa marrë parasysh Skandinavia, po gjithë që jetojnë atje, që jena shumë falendërues dhe minjars për kontributin dhe mbërshtetjen që kemi nga tyre. Mes Suedis edhe Kosovës në këtë rast, edhe kthimit në Kosovë, e thaj që ndoshta ata që më shumë ti kanë mujt me u prek në këtë pjesë kanë qenë fëmijët, sepse ndoshta në moshë shumë të re të ndihshme është dashur me bë disa ndryshime që nuk janë edhe shumë të lehta, të ndryshosh vendin, të ndryshosh rrethin, shoqërinë, edhe të vesh në Kosovë. Sa ka qenë e vështirë pasaj adaptimi, pas kthimit? Ajo që kërë kur bën, ndoshta që themi ne, është vajza madhe, sepse ajo ka jetu ma shumë ma gjatë në Suedi, ka qenë mosha asaj dikun 6 vite që ka vendos të kthehet në Gjakov, dhe është interesante se tash pushimet verore, ku ne kërkoj që në arsimtarët, në të regoni ku keni kalu pushimet verore, dhe vajza në atë kushu kemi qenë në Suedi. E që ke qenë në Suedi pushimet verore, të spjetën atje, shka ka lupë në Gjakov. Ka qenë e fillimi, por ka dorë zote jeni adaptu letë, sepse fëmijët kanë qenë të vegjël, dhe mbështetja familjare ka qenë tërë për madhe, sidomos nga gjyshit që në Gjakov dhe ata që kemi në Suedi, e kemi gjetë një frymë ndryshe dhe kemi vazhdu dhe me sot që besoj që na ka dalë mirë.